Diego Garcia në Oqeanin Indian ndodhet rreth 4000 kilometra larg Iranit. Përpjekja për ta goditur me raketa ka ngritur alarmin për fuqitë raketore të këtij vendi dhe ka shtuar frikën se ai mund të synojë pjesë të mëdha të Europës, teorikisht edhe Kosovën. Raketat u nisën më 20 mars drejt një baze ushtarake të SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar. Njëra dështoi ndërsa tjetra u rrëzua. Ajo që arriti të fluturonte përshkoi rreth 3000 kilometra nga baza e nisjes. Ushtria izraelite tha se Irani ka lëshuar raketa balistike me rreze të gjatë drejt një objektivi amerikan, duke dëshmuar kapacitetin prej rreth 4000 kilometrash mjaftueshëm për të vënë në shënjestër edhe kryeqytetet europiane. Këto raketa nuk kanë për qëllim të godasin Izraelin. Rrezi atyre arrin kryeqytetet europiane, Berlinin, Parisin dhe Romën. Janë brenda rrezes së kërcënimit të drejtë për drejtë, tha shefi i ushtrisë izraelite, Eyal Zamir. Instituti për Studimet e Luftës me seli në Washington vlerësoi se kjo ishte përpjekja më e largët ndonjëherë e Iranit për të goditur një objektiv me raketa. Sulmi tregoi se raketat iraniane mund të arrijnë përtej kufirit prej 2000 kilometrash, të cilin regjim ka thënë prej kohësh se e ka vendosur vetë si limit. Sulmi tentuar përmbys disa nga supozimet për programin raketor të Iranit, veçanërisht sa i përket kërcënimit që ai mund të paraqesë për Europën. Deri më tani besohet se Irani nuk kishte kapacitet të godiste në distanca të tilla, ndërsa vetë regjimi pretendonte se kishte vendosur atë kufirin prej 2000 kilometrash në programin e tij të raketave balistike. Sipas vlerësimeve të inteligjencës amerikane, Irani disponon rreth 14 lloje të ndryshme raketash të tilla, të pajisura me koka luftarake bërthamore ose konvencionale. E kontaktuar nga Radio Europa e Lirë, NATO-ja nuk komentoi sulmet ndaj Diego Garcias dhe kapacitetet raketore të Iranit, duke u referuar vetëm deklaratës së mëparshme për rastin kur Turqia interceptoi me sukses sulme të ngjashme nga Irani. Ndërsa aftësitë e raketave iraniane vazhdojnë të shqyrtohen, një zyrtar i BE-s tha për Radio Europa e Lirë në kushte anonimiteti se ky është një dimension i ri i luftës me Iranin dhe se mbrojtja ajrore e kontinentit 4 vjet pas nisjes së luftës në Ukrainë është mjaft e varfëruar. Deri më tani, BE-ja i ka ndarë Ukrainës mbi 70 miliardë euro ndihmë ushtarake për të luftuar pushtimin rus. Mark Koncian, koloneli pensionuar i Marinës Amerikane, aktualisht këshilltar i lartë në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, e konsideron kërcënimin ndaj Europës si shumë real. Sipas tij, bazuar në rrezen e demonstruar të lëshimit të raketave, Irani mund të godas disa pjesë të Europës juglindore. Ai thotë se Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja e kanë parashikuar këtë rrezik prej kohësh dhe kanë ndërtuar sisteme mbrojtje në Poloni dhe Rumani, por paralajmëron se Europa ende nuk është plotësisht e përgatitur për këtë. Më skeptik për kapacitetet e Iranit për të goditur drejt për drejt Europën, shprehet Gordan Akrap, ish zyrtar i komunitetit të inteligjencës kroate, tani ligjërues në Universitetin e Mbrojtjes dhe Sigurisë Dr. Franjo Tuđman. Së pari, duhet konfirmuar nëse Irani ka raketa që mund të godasin objektiva me distancë prej 4 deri në 5000 kilometrash. Edhe nëse i ka këto objektiva, duke marrë parasysh flotën e madhe në mesdhe dhe shpërndarjen e sistemeve antiraketore, jam i bindur se ato do të shkatërrohen gjatë fazës së afrimit, pasi do të duhej të kalonin mbi Izrael ose Turqi. Me shumë gjasa do të neutralizoheshin ato hapësira, thot Akrap për Express. Në këtë kontekst, Kosova përfshihet gjithashtu në analizë. Për shkak të pranisë së saj ndërkombëtare, vendi strehon misionin paqëdorruajtës të NATO-s, KFOR-in, si dhe bazën e madhe amerikane në Ballkan, Bond Steel. Sipas të dy ekspertëve, kjo e bën Kosovën shenjestër potenciale, por jo të pambrojtur. Koloneli Kancian thekson se Kosova përfshihet brenda mbulimit të sistemit antiraketor të NATO-s në Rumani dhe mund të forcojë mbrojtjen e saj, duke bashkëpunuar ngushtë me aleancën. Shumë vende kanë marrëdhënie me NATO-n, që u mundsojnë të koordinojnë gjëra të tilla si mbrojtja ajrore. Natyrisht suedezët dhe finlandezët i kanë pasur këto marrëdhënie shumë vite para se të bëheshin antar. Kështu që është e mundur të vendosësh një vend të vogël në ombrellën e NATO-s pa qenë domosdoshmërisht antar i saj, thekson ai. NATO-ja, përkatësisht forca e saj KFOR, mbikëqyr hapësirën e ulët ajrore të Kosovës, ndërsa hapësira e lartë, ajo mbi 6200 metra, është në kontrollin e Hungarisë, vend antar i NATO-s. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka premtuar se gjatë mandatit të ri qeverisës
do të ndahen mbi 1 miliard euro për forcën e sigurisë së Kosovës, e cila posedon tashmë armë të blera nga aleatët e NATO-s. Akrap pajtohet se Kosova përfiton nga marrëdhënia e saj me NATO-n, por sugjeron se ardhmja e sigurisë nuk mund të mbështetet vetëm te struktura e madhe e Bashkimit Evropian dhe NATO-ja për shkak të sfidave të mëdha në marrjen e vendimeve. Ai thekson se forma më fleksibël e bashkëpunimit, si marrëveshja në mbrojtjen e Kosovës me Shqipërinë dhe Kroacinë, mund t'i ndihmojë asaj të përgatitet më mirë për sfidat e ardhshme.